طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazit të nderuar, jemi tek fetavat e Imam Albanit rahmetullah alayhi. Kemi arritur tek arshi i Allahut dhe kursia, po ashtu edhe për sprovat e varrit do ta shpjegojmë inshallah taala. Thot Imam Albani rahmetullah alayhi në fetvat e tij, ka qenë Allahu i lartësuar dhe asgjë tjetër bashkë me të. Domethënë ka qenë Allahu para të gjithave, para krijimit. Ka qenë Allahu i vetëm. Dhe thot, më pas ai krijoi arshin. Më pas e ka kriju Allahu subhanahu wa taala arshin apo thronin e tij madhështor. Tash është një dyshim. A pe dini ajetin kuranor ku thot Allahu subhanahu wa taala që Allahu azza wa jall është ngritur, është lartësuar mbi arsh. Thumma stawa. Është lartësuar mbi arsh. Ata që kanë dyshime prej filozofe u lartësu mbi arsh. Kështu e menojnë. Disa gjëra duhet m'ja u shpjegu këtyve njerëzve në aspektin logjik. Që shtot edhe Shekhu Uthejmini rahimullahu taala, thot nuk ju kishim hi, thot, emrave dhe cilësive të Allahut, sifateve të Allahut, në detaje, sikur mos të kishin hi në dyshime, mos të kishin fut bidatxhit. E kishim lënë. Qysh ka thonë selefi në kontekstin e përgjithshëm edhe u kry puna. Mirë, po dosh me një detaje, për shembull akiden vasitia, keni po që ka komentuar Shehu Uthejmini dy vëllime i ka. Edhe pse, bashkë po më tregon një vëlla, po thot subhanallahu me vite ka mësu, domethënë te hoxhallar, te ku e diun ani kni, tha kur e mora me lexu, patjetër më dash prap më u kthy hoxhallarve. Me pyet. Se nuk është e lehtë çështja. Leni ata të cilët thonë akidja apo tauhidi mësohet për 10 minuta. Jo vëllazë, nuk mësohet. Për 10 minuta nuk mësohet tauhidi. Duhet mu ul para hoxhallarve, e merr një libër, më thon hoxha që e shpjegon deri në fund. Atëherë ti mundesh me thonë që ku marr diçka prej dijes. Jo krejt, prap. E bukur. Qysh me shpjegu që Allah azza wa jall është lartësu mbi arsh? Arshi, Allahu lartësu. Atëri bie që Allahu paska nevojë për arshin edhe është ul në arsh. Allahu na ruaj që kanë shpif, për Ibn Taymija, kishte Ibn Taymija ka thonë sigur Allahu azza wa jall çish ul na unë ulet edhe Allahu. S'ka thonë kështu Ibn Taymija rahimahullahu taala. Bukur. Kur ti të pyet dikush ku është Allahu, çka i thu? Fis sama i thu, apo? I thua në qiell, apo? Në qiell. Bukur. Tash ti, ata sipas logjikës tyre thonë që ti i ke caktuar vend. Bila me kanë, Allahu nuk ka nevojë për vend. Pa vend është Allahu. Allahu ka përfshi çdo sen. Bukur. Kur ti unë ja jap logjikisht një përgjigje apo një pyetje që ngërthen në vetvete përgjigje këtyre njerëzve. Kur ju e shihni vllazni një aeroplan tu fluturu në qiell. Po fluturon apo? Bukur. Kur ti e pyet dikonin, ku është aeroplani, çka i thu? Çfarë përgjigje i jep? Në qiell. Bukur, pyetja e dytë më një herë. Apo e prek qiellin aeroplani? Kur aeroplani s'pas ka nevojë për qiellin me prek poshtë Allah subhanahu wa taala. Logjikisht i imun këta. Apo këta logjikisht i imun. Ti thu që aeroplani është në qiell, ama aeroplani ashtu e prek qiellin. Nuk është e prek. Tërë Allah subhanahu wa taala po thot në Kur'an, i ka kriju për 6 ditë dhe pastaj thumma stawa ala al-arsh. Pastaj çka u bë? Është lartësu mbi arsh. Ma mirë termin i keni dëgju prej hoxhallarëve që thonë dhe Allahu qëndroi mbi arsh. A kanë thonë po? Ma mirë është këtë term Shekh Albani thot me ik. Me thonë qëndroi se qëndrimi shkakton apo këton problematik në kokat e njerëzve. Konfuzion shkakton. Qëndroi i bjerë sikur me qëndru, apo? Edhe tash
ma mirë është me thonë, është lartësuar mbi arsh, edhe të mjafton. Që nuk ka nevojë për arshin. Filozofët, ata që i kanë keq komentu cilësitë Allahut subhanahu wa taala, që kanë thonë, jo, Allahu istaula. Allah e mbizotroj arshin, e mbizotroj këtë botën. Pse mi ik dhe me kishen gjajshmëriz, se kur thu ti istaula është lartësu, edhe njeri u mund të lartësot, dhe me ka një lloj barazia apo ngjajshmërie mes krijuesit edhe krijesave. Po mund të ketë ngjajshmëri në emër, o vëlla, po s'mund të ketë në cilësitë Allahut subhanahu wa taala, o nderuam. Një çështje tjetër që ju mundi mi zonë, që Mu'tezilit i kanë godit e Sharit dhe Maturidit. Se Sharit dhe Maturidit disa cilësitë Allahut i pohojnë. Ndërsa Mu'tezilit i kanë mohu krejt. Edhe çka i thonë ata? I thonë, ju thot po e pohoni që Allahu jeton. Hayat. Atër Allahu po vdiska. Se njeriu vdes, njeriu jeton edhe njeriu vdes. Ju po e përngjasoni krijuesin e krijesat. Se na kur po themi që Allahu lartësu, Allahu ka sy, Allahu dëgjon, shikon, njeriu shikon, dëgjon, ka sy, sen, ti po e bën sikur njeriu. Po jo. Ngjashmëria është vetëm në emër, vllazni, dhe jo në cilësi, se si që i ka cilësit Allah subhanahu wa taala. Përderisa kafsha me kafshën ka dallime, krijesa me krijesën, njeriu natën nuk sheh. Mirë, po ka krijesa që janë shpend, që shohin edhe natën. E përderisa krijesat kanë dallime, ku krijuesi absolut o vëlla? Thjesht leja ashtu çysh e ka thonë Allahu azza wa jall për veten e vet, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam siç e ka komentuar, edhe të mjafton. Besojmë në arshin se është i vërtet dhe jo metaforik. Se ka gjëra që janë metaforë. Mirë, po arshi nuk është metaforik. Ekziston. Është fron madhështor. Që Allahu subhanahu wa taala është froni i Allahut azza wa jall. Dhe ky fron është mbi çka? Mbi ujë. Apo 7 polqiej, uji, arshi, Allahu subhanahu wa taala. Edhe të mjafton me që ka që Allah. Po jo unë për rëmbullaksoj tokën, toka e rëmbullak, ku është ashtë ti pëthu nalt, ti pëthu Allah është nalt, kur pëthu kështu, fisema. Ky tjetëri pëthot, jo Allah është knej, po është që shi bjerë kjo punë. Mos e fut logjikën, se ti s'mundesh mi perceptu këtë gjëra. Nuk perceptuam këtë gjëra. Sikur ai i cili e ka marrë mundin me sulmu islamin i Malit Zi, ai i cili me zor flet shqip, çka? Flet për gurin e Zi. Edhe i çuditët, çysh guri Zi ka me fol ditë gjykimit. Po në Bibël e ki, në Bibël e ki. Kur kanë fol thot dëshmitar është guri, në Bibël e ki për gurin kallxon. Pastaj që ky gur sot që është guri Zi në Qabe, a ka veti, a ka cilësi që të sheh? A ka cilësi që të dëgjon? Nuk ka këtë cilësi. Omeri radiallahu anhu çka tha? Sikur mos ta kisha porru në këtë gur që të ka puth Resuli alayhi salatu wasalam, kur thot unë s'kisha puth, se e di se prej te kur gjo as domas do biska. Ama në ditën e gjykimit, Allahu subhanahu wa taala çati guri pi jep dëgjim dhe shikim. Ku problemi? A nuk është e lehtë për Allahun subhanahu wa taala mi dhon dëgjim dhe shikim? A nuk është e lehtë? E lehtë është Allah. Guri, toka, ku e di unë, pend, krejt mujnë me dëshmu. Vetë lëkura ka me dëshmu në ditën e gjykimit, thot Allah subhanahu wa taala. Trupi ka me dëshmu. Kime këshur trupin, o trupi jam, qysh më rëpët dëshmon për vetë ti, për mua? Kështu jemi të urnu. E bëna një postim, edhe, subhanallah, shkenca vllazni ka arrit në përmjet rërës, në përmjet gurve, mi bot disa mikroqipa që kanë informacione brenda. Kush po e bën këto? Nuk po them që e ka bën njeriu. Njeriu veç e ka gjetë, sa ajo është. E përderisa ti apo futesh pak në këtë gjë, pak me fiqiru meselen, edhe mi thon vetës, o te, që ky gur mrenda, që ajo grimce tokës, që ajo rrër, që bën mikroqipat silicim
si cilin, që shtu e ka një emën e ka, edhe nëpërmjet qasaj bëhet mikroqipi. Në qatë mikroqip, sa informacioni është? Para vitit 2000, vllazni, ishte një emision i këtyre fqinjve tonë të mirë, në thojza, e kishin posle 2000 dite, pas vitit 2000. Edhe e qitnin kamerën në për bibliotekat mëdhaja të shteteve. Edhe thëshin krejt qëto libra, krejt. Para më not është me miliona libra, me qindra mira libra. Thëj ke ka me orë një ko shumë e shpejt, me një CD, me një sen shumë të volë, këtë kanë më konë qëto. Për atë ko vllazni, a ka qenë e palogjikshme, kishin me thonë kjo është konspiracion që ka e të furti. Është e palogjikshme kjo. Mirë po jo CD-ja, po tash një qip i vogël që ka që ki, krejt dynjon që aty e ki. E për Allahun subhanahu wa taala, që nka e vështirë me bun një gur, me dhonë goj, apo vesh, apo ku e dion e sy, është palogjikshme. Qohet masnej i një tjetër tash, imami shqiptarëve, se s'u përri pa fol, po mi qenë vllaznia, po më shtin me fol masnej. Çesha ka fol për ty po atë. Kundër përgjigju. Shkam ju kundër përgjigj, subhanallah. Kom majt një ders për emër të cilësitë Allahut edhe rastësisht fola për Rabb edhe Ilah. Rabb është Zot, Ilah Allah. Po kupton, mirë po, nëse në aspektin e përgjithshëm ato mlidhen, është Zot ajo, edhe Allah edhe Rabb. Mirë po. Nëse mirën të dyjat, dallojnë kontekstin e përgjithshëm. Pse dallojnë? Sepse Rabb është posedues, është krijues, është furnizues, është që t'jep jetë dhe vdekje. Ama nëse thu Ilah, haja ty tha, kjo është adhurim. Jo, nuk thash unë adhurim. Thash i adhuruar është Ilah. Që është Zot i adhuruar. Dhe nëse e lën ti vetëm Zot, shumë njerëz i bëjnë zotra krijesat. Kur ti thu i adhuruar, nuk ka të adhuruar, atëherë ti jam qil dirën. Dhe qëto është dallimi mes Rabb vllazni edhe Ilah. Ilah është Zot, po. Është Zot në kontekstin e përgjithshëm. Se unë kom thonë atë në video, nuk është Zot. Po është Zot në kontekstin e përgjithshëm. Po kur të vije në kuptimin më specifik, Ilah i bie çka? I adhuruar. Dhe ibadeti çka është? Që ky ibadet që po i bë të adhuruarit. Edhe mbaron çështja. Shtrohet pyetja pse atër Allah subhanahu wa taala po s'ka potencu me njën Rabb, me njën Allah? Pse se kalon veç Rabb atëre? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apo? Alhamdulillah. Ilah, apo? Rabbil Alamin. Të dyjat i ka përmend. Pse i ka përmend të dyjat? Hajtë kallëzom ti mudash. Pse se kalon me njënën, veç Rabb, edhe çështja mbaroje. Pse se kalon? Ama ka thonë Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A më thonë është pak ma e gjërë kjo çështje. Dihet thot, masnej, imam i shqiptarve. E qysh edhe imam edhe i shqiptarve. Mas pari këto bin kontradikta njëni me tjetrën. Imam është terminologji fetare, ndërsa ti po thirish në atë kombëtare. Kombi feja, kombi është diçka tjetër, feja është diçka tjetër. E imam është terminologji fetare, ndërsa shqiptar është terminologji kombëtare. Popull, fesko, e dione. E ai çka thot, unë jam thot imam i shqiptarve. E këta janë umeti Sultan Mahmutit, Sultan, ku e diune që shpona thot neve, të merë, habib, Allah e të merë. Allahu kujtja dënë të mirën, ju fakihu fit din, thot e bën të ditër në fe, alaykum salatullah. Mirë për ato që jo ka marë dritën e imanit dhe e kanë errësirën e kufrit, mirë për ta, subhanallah. Dhe lumë për ata që e kanë që e kanë dritën e imanit, edhe diturin. Pastaj, Imam Albani rahmetullah alejhi thot, dije se arshi është krijes gjigante, është shumë e madhe arshi.
Siç edhe treguohet në ajetet kuranore dhe në hadithet e pejgamberit alayhis salam. Dhe Allah ja atribon atë vetes tij në mënyrë të veçantë, duke thënë Zot i Arshit. Pse s'ka thonë Allahi i Arshit? A keni ni? Rabbul Arshil Azim. Allahu, pse s'ka thonë? Allahu dhe me thonë, ka dalim Zot, Rab edhe Allah. Nuk po thonë që nuk lejohet edhe Allah mi thonë. Ama ma specifike ka potencu Muhammed, Allahu subhanahu wa ta'ala. Dalimi. Pastaj thot, as kush nuk e di madhështinë e tij përveç Allahut madhreshëm. Ai arshi është mbi ujë. Si qyshtek, nuk e di. Një engjëll nga bartësit e arshit është aq i madh sa që distanca vllazni. Distanca mes pjesës fundit veshit, po themi kështu se na nuk e dim çështje, pjesës fundit veshit, po, domethënë të me lajkës. Dhe thot supit të tij është 700 vjet ecje. Tash ti pjesa e fundit e veshit, për me kuptuna, po themi se na nuk e dim çështje veshi i me lajkës, ku e di? Pjesa e fundit e veshit deri tek supet, që është distance gjatë kohore sa 700 vjet. Po. A është e mundshme? Po ma që është e mundshme? Po na kemi mikroba me mikroskop elektronik që me syna nuk i shohim 100.000 herë, arritet ai mikrobe. E çaj mikrob, me krahasu me ty, me të krahasu mas pari, sa i mati? Është normal. E ku është Allahu? Ku është madhështia Allahu subhanahu wa taala? Subhanallah, 700 vjet vllazni ecje, vetëm që kjo distancë. Duke mos bën ngjashmëria, po, ju tregoj që thjesht arshi ka këmbë mbajtëse dhe ai është çatia xhenetit Firdaus. Profeti alayhis salam nuk e ka parë arshin. Edhe sufit e kanë po. I ka paraqit arshi i madh edhe zoni. O biri filonit, unë jem Zotit, për ty kret hallaliki. Edhe qota i tap milet, unë e tha jom i zgjadhni Allahut. E vlijoj Allahut. Edhe qështu i mashtroj njerëzit. Besojmë Kur'an në kursiun, se është i vërtet dhe jo me gjaz, jo metafor. Kursi është krijesa më madhështore pas arshit. Kursi është vendi këmbëve të Zotit të madhërisëm. Këtu e vren që Allah Azza ka dhe kom. Që ka me vendos komën në xhehenem, apo? Edhe ka hala ka me thonë xhehenemi. Ama tash ti ku tu komb? Këta tipa tjerë filozof çka thonë? Veç e këshyrin komën e vet. Po vamos po them që koma jam ti ai interesia, po. Allahu jeton, është i gjallë, po s'vdes. Na jetojmë, jemi gjallë po vdesim. Pastaj thot, kursi është vendi kombëve të Zotit lartësuar dhe gjendet para arshit. Lidhje me të nuk janë transmetuar hadithe të sakta përpos hadithit të njohur. 7 qiejt në krahasim me kursiun janë si një unas e hedhur në shkretetir. Paramina. 7 qiejt në krahasim me kursiun. 7 qiejt. Krahasim me kursin e Allahut ku i vendos Allahu Azza këmbët e tij. Thot është sikur me hedh një unas ku shkretim. Sa shkretina madhe. Thot, si ajo shkretina në lidhe me unazën, thot, po ashtu pozita e arshit në krahasim me kursiun, është si ajo shkretetir në lidhe me unazën, interpretimi i kursis me diturin nuk është i sakt dhe siç pretendohet, nuk vërtetohet nga Ibn Abbasi, gjë të cilën e kam qartësuar në Sahiha me numër, më thonë ky thotë që nuk është i sakt kjo gjë apo. Shumica e potencojnë që ta ditë. Shumica, i keni një plot për hoxhallarëve. Profeti alayhis salam nuk e ka parë kursiun. Mirë, tash kjo ishte në pikat shkurta. Tash e kemi sprovën e varrit. Varri vllazni është një jetë mes kësaj bote edhe ahiretit apo të më thonë kiametit. Kur dalim para Allah, xhenetit xhehenemit. Më thonë, kjo është quhet jeta berza. Është si një lloj pengese mes jetës kësaj bote dhe botës tjetër në kontekstin e ahiretit, dhe më thonë xhenetit dhe xhehenemit. Dënimi i varrit është i vërtet, është hak.
Thot hadithet lidhe me këtë janë të gradës mutawatir dhe nuk ka vend për pikë dyshimi me pretekst se ato janë hadithe ahad. Disa kanë fut dyshime, e kanë thonë që këto hadithe janë ahad dhe hadithet ahad vllazni janë 1, 2, më shumë 3 transmetime dhe përderisa një transmetues vjen ty ta transmeton hadithin, disa kanë thonë vallai ky ka mundësi me harrue se ne tani ikni më mirë spi pranim hadithet ahad se më me fut gjërat shpikura në fe, ne ikni edhe i kanë mohu hadithet ahad në çështje të besimit, çështje të akidës. Po kjo rrezik, se plot hadithi ki për shajt e kiametit që në ahad. Ti duhet mi refuzu pastaj plot hadithe. Edhe kjo është çështje rrezikshme. Çka më bën mu me refuzu? Pse unë me refuzu nëse një vëlla është i sinqert edhe ti ma sjell mu një hadith për pejgamberin alayhis salam? Pse unë mos me ta pranu? Nëse kujtesën e ka të fuqishme, nëse dihet është i sinqert, është ibadetxhi, e ka frikë Allahun azza wa xal, edhe vjen edhe thot, më ka thonë pejgamberi alayhis salam kështu dhe kështu. Jo se ahat është kjo, se pranojnë në biteje. Po kjo, po të lutem, kjo çmenduri kjo. Po çmenduri jo kjo. Mirë, Muadh ibn Xhebeli, a shkoj vetëm? Ata atje mi thonë, ti e vetëm, zban me të pranu. Të ka që pejgamberi sësëm, po ti ke mundësi me gabu. Kjo është çmenduri. Kjo është bidat, thot Sheikh Albani, që është fut në fenë Allahut subhanahu wa taala. Dhe çka thënë, nëse 10 vet, 20 vet, plot grupet muslimanëve e transmetojnë një hadith, atëra u kry puna. Dhe çështë dispozitave kështu që namazi, agjërimi, sen, s'ka problem, mundeni mu argumentu me hadithet ahad. Është devijim është. Pretendimi se akidja nuk pohohet me atë që vërtetohet me hadithet ahad është pretendimi kot dhe i huaj për Islamin, të cilën se ka thënë askush nga imamet e shuar nga 4 imamet. Ky është një pretendim në të cilën kanë ardhur disa nga dietarët e skolastikës, duke mos pasur asnjë argument. Hadithi lidhet me pyetjen e të vdekur nga 2 engjëjt në varr është i vërtet. 2 engjëj që kanë me thar me të pyet në varr janë hadithe të vërteta dhe është detyrë mi besu atyre sepse ti bën mohem o vëlla. Se ti po e mohon një fjalë të pejgamberit alayhis salam. Hadithet lidhe me këtë kanë arritur edhe gradën e mutawatirit, si është e kundërta e ahadit, apo emrat e engjëve janë munkeri dhe nekiri. Thot janë 2 emrat e engjëve që do të paraqiten njeriu në jetën e varrit, thot ndërsa nuk saksohet nga profeti alayhis salam përdorimi i emrit Israil për engjëllin e vdekjes. Tena çuçi thënë Azraili. Azrail Gjeldi. Në ardhë Azraili. Nuk ka. Në Kur'an është përmendur melekul maut. Meleku i vdekjes. Edhe mjafton çështja. Mos fut gjëra që s'janë transmetuar nga Allahu dhe i dërguari i tij. Muslimani kur të pyetet në varr, do të dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi alayhis salam është i dërguari i tij. Lidhe me këto është fjala Allahut azza xal, Allahu i forcon besimtarët me fjalë të qëndrueshme në këtë botë dhe në botën tjetër. Kur subhanallah, a keni vret për shembull në herë njeriu kur është në stres të madh e humb edhe ato që e din. Në këtë botë, stresi po ta humb. Po dalish para arsimtarit, bovaki ke mësu me orë të tëra, apo dalish me një gardë caktuar, ku e dione, bovaki me mujtë të tërë ke mësu edhe humb. E kur dalish para Allahut azza wa xal, kur ti shohish me lajket para se me dal. A humbish ti atë? Po normal që ke me humb. Për atë arsye Allahu çka po thot? Ka me donë qëndrueshmërinë në ato momente. Sepse është merr. Se ki xhenem o vëlla. Një fjalë jotja. Men rabbuk thot me laçja. Kush është Zoti yt? Vesh nalet, dridhet, çka me bë, çka me thon? Pa besimtari që s'o mësu me thon këtë botë, se thot edhe aty nuk e thot. Ditën e gjykimit i urdhëron Allahu, urdhëron me bë sejdë, s'mojnë. Se s'kanë bërë në dynjo sejdë, se janë përkull në dynjo. Nuk ja mundson Allahu subhanahu wa taala. Për atë arsye pejgamberi sa çka ka thonë, veprat vlerësohen sipas përfundimeve. Një person i cili vazhdimisht ka bëj ibadet, Allahu subhanahu wa taala ja mundson edhe në fund jetës tij me bë vepra të mira, me vdek me vepra të mirë. E kundërta është me pabesimtarët, apo pastaj thot është detyrim besimin, dënimin e varrit dhe nuk lejohet të futet në hollësi për mënyrën e tij sepse mendja nuk ka mundësi ta përfitojë atë. Shpallja sheriati nuk sjell gjithçka që mund të perceptoj mendja, por ka raste kur sjell gjëra që janë përtej, domethënë mundësive të saj, prandaj detyra është nënshtrimi.
ti për momentin nuk e din, edhe në kohën e sahabeve ka pas ajete, ka pas hadithet pejgamberit alayhis salam, që s'ka mujt mi perceptu logjika, po mas 15 shekujve na sot pi kuptojmë. Allah e ka qu zbulimin, njerëzit e kanë zbulu një çështje, edhe po kthesh në ajet po thush subhanallah. Allah pas ka potencu para 15 shekujve. Dërsa sahabët a kishin mujt me ditë ato, vallai se kanë ditë. Qysh e kom e pata shpjegu për çështjen me një prift çështu që më kundërshtoj, edhe për çështjen e makinave, automjeteve. Pejgamberi alayhis salam i ka thonë shal që kanë më ul, edhe e dyta makinën, automjetin e ka shembullu me dhomë, vllazni, ghurfe, dhomë. Pse? Se ku t'ishin kërje sikur në dhomje. E sahabët qysh kanë me perceptu? Hajtë kalzëm ti mu. Ka me pas të parën dytën, me qitë naft, ato ku e diones, s'kish mujt me perceptu. Mirë po, në të ku qysh kanë mujt ata me perceptu, qashtu ja u ka shpjegu Muhamedi alayhis salam. Dhe sot ne e kuptojmë mrekullin e Allah dhe të dërguarit të tij. Profetët në varret e tyre jetojnë jetën e barzaut, e cila s'ka lidhje as pak me jetën e kësaj bote. Andaj duhet besuar në të ashtu siç kanë ardhur transmetimet, pa i krahasuar dhe përngjasuar me këtë botë, sepse nuk janë të ngjajshme. Shumica kur den me kundërshtu fen Allah subhanahu wa taala, flasin me ligjet fizike të kësaj bote. Dhe normalisht që s'përputhen ata. S'ka qysh më përputh. Ama ka dashur Allah subhanahu wa taala kundërshtimet që po i bëjnë, pja u gjejmë në Biblën e tyre. Flasin për gjarmin në Bibël. Flasin për gurin Bibël. Flasin për martesat e kushërinjeve, që jam të e pregadit, jam të i këqyr Biblën, në Bibël i kanë. Këta Allah, ti jetu e kundërshtu fen tonde. Nuk jetu e dit. Jetu e kundërshtu fen tonde. Ata unë nuk e dim, dokut, mas pari nga kundërshtaj neve pa e këshur fene vetë. Se kanë të djertën e katolikë. Se kanë ata djertën e saj. Çdo gjë, pastaj thot, askush nuk mund të vërtetoj se këto gjëra i ndodhin njeriut pas vdekjes, madje as profetëve, e në krye thot, profetin ton Muhammedin alayhis salam, këtë e vërteton edhe fakti se sahabët pas vdekjes kishin mendime të ndryshme pas për shumë çështje, por asnjëri prej tyre nuk i shkoi ndërmend të shkonte te varri dhe të konsultohej me pejgamberin alayhis salam. Mi thonë, o pejgamber na kallzon diçka. Shtoni si irbas në kohën e Sheikh Albani rahmetullah alayhi, tha unë tha po bashkëpunoj tha me shpirt apo foli apo tha, me shpirtin apo foli. Sheikh Albani, njeri madh, subhanallah, ka ditë edhe debatin kur e ka bo hiq, jo me ajete me hadithe për shama, me ajete me hadithe diskutoj që i ka pas argumentet e fuqishme, për nëherë dhe me logjik i ka kundërshtu, me vetë dëmot atë narrativën e tyre i ka kundërshtu. I tha, jam tu studiu, tha, çështjet e hadithit, po shumë pe gjuj, tha, shka ka thonë Imam Buhariu për çet hadith, a ki mundësi me fol me shpirtin e ti me m'kallxu, çka pa thot Imam Buhariu për çet hadith? Si jemi të bënu shej nesër, inshallah gjelim dyqanin. Çfarë pyetje, subhanallah. Apo thuti po flet me shpirt vrat. Kallzam çka po thot Imam Buhariu për çet hadith? S'ka, mishteria humbi. Çdo gjë që Allah subhanahu wa taala ja ka dhënë njerëzve duke përfshirë profetët e uliat e Allahut, për aftësive dhe atributeve si janë dëgjimi, shikimi, të folur, tensia, ngjeshme, të gjitha këto zhduken me vdekjen. Kjo zhduken. S'ka kur gjë. Edhe çka mbet vllazni, veç ashbu dhemb. Që ajo poshtë ashti kërbishtor. Ashti në fund kërbishtor që ajo jetë. Që aty është ADN-ja. Që ajo ADN, ditën e gjykimit, kur Allah subhanahu wa taala e shkatron tokën, që ato jesin secilit njeri, kur Allah çon shi, nga që aty rritën sikur pema kur të rritet në pranverë. Që lullan. Njëjtën gjë dhe kanë me dalë për Allah subhanahu wa taala. E qysh për jashtë bëdhem? E qysh për spermës atëra? Nëse po thu për jashtë bëdhem, qysh? S'po bot? Pse s'po thu për spermës, qysh po bot? Sperm, o vllazni, sperm, lëng, po lidhet me qelizën e vezë, edhe po bot fëmija. Po hazër është aja. ADN-ja veç është aty. Veç thjesht po zbret shiu,
po bëhet, po dalin edhe të gjitha gjërat i kanë edhe shpirtat ku t'jenë bashkuar të Allahu subhanahu wa taala, shpirti bashkohet me trupin edhe del para Allahut azza wa jall. Nuk i lejohet krahasot jeta berzahut ose jeta përtejme me jetën e kësaj bote, as nuk lejohet që dispozitat e njerëz të jepen të tjetrës, përkundrazi çdo gjë, çdo jetë ka ligjet dhe rregullat e saj. Dije se çështja dëgjojnë apo nuk dëgjojnë të vdekurit është një çështje e fshehtë në çështjet e jetës së berzahut, jetës së varrezave, të cilat nuk i di askush përveç Allahut subhanahu wa taala, prandaj nuk lejohet të thellosh të flasësh këtë gjë me analogji se nuk kemi tekste që i dëgjojnë. Ti nuk mund t'i bësh të dëgjojnë të vdekurit, thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Po pejgamberi alayhis salatu wassalam ai ka dëgjuar. Po ata të vrarët, kafirat, ai dëgjojnë, domethënë luftë kur kanë qenë, ka raste që thot sikur ne apo më mirë se ne janë duke dëgjuar. Këto janë raste specifike vëllezër, që hiqet prej gjërave të përgjithshme që nuk dëgjojnë. Në ato momente Allahu subhanahu wa taala ja kthen shpirtin, dëgjojnë, mirë, por nuk do të thotë që janë të kthyer në këtë botë. Allahu e di më së miri, çështje e fshehtë. E ghaibit. Të vdekurit nuk dëgjojnë përveç rastit kur njerëzit largohen pas varrimit, gjurmët, domethënë që i dëgjojnë këpucët, apo ajo është çështja e fundit dhe ndërpritet me këtë dynjë. Thot vetëm zhurmën e hapave, përveç kësaj ata nuk dëgjojnë. Fjala dhe besimi se të vdekurit dëgjojnë është një shkak shumë i fortë që shumë muslimanë sot bien në shirkun e madh. Pse? Se thot dëgjon ai. Unë po shkoj po lut natë ai. Ai më dëgjon mua dhe unë pi, filan bablok. Çfarë lutë Zotin se punë të mafi kom, edhe këto hin shirk në Allahun subhanahu wa taala. Besojmë në ringjallje. Nuk thuhet për ata që vdes se u zhvendosu përcolt për në banesën e fundit, sepse kjo shprehje nuk lejohet. Fatkeqësisht disa politikanë kemi pa, u zhvendos në banesën e fundit, u preft në paqe. Po çfarë mbosh, filozofov, çfarë mbosh apo? Allahu e boft rahmet me xhenet, ja dhash xhenetin, po çtu shkruaj po se s'bën kur gjuma, çka po servilusësh? Mboje tondën, u preft në paqe nuk është shprehje islame. Ti je musliman, apo i do vetit musliman. Ma keqja, disa që musliman, edhe besimtar, edhe i përdorin këtë shprehje. Pse? Me trendin me hec. Katolik që shtojnë, Evropa kështu, nesër me bo me marrë lindja, ishe që ata analistat me të spindor. Tu ta mbrojt islamin. Thot babgjishën e më kone, islami është kështu. Pse servelo vlla. Se cili pushtet që vjen, se cili mbret që vjen, ka të shkojnë, këta shkojnë, rënditën. Dje që ata komunista kanë qenë me Jugoslavin, sot, disa komunista tjerë bohen me këta tjertë. Na edhe para luftës, edhe mas luftës që ata jemi njësaj. Çdo liq, çdo shtet, çdo asi që ndryshon, puna atyre është, ndryshojnë, nuk ndryshojnë, na çta jemi. Na nuk ndryshojnë. Çato parime jemi. Ne nuk na ndryshojnë pushtetet. Apo, ne kemi parimet bazë dhe krypuna. Pastaj thot, fëmijët e idhujtarëve vllazni janë xhennet me mirësinë e Allahut subhanahu wa taala. Thot Sheikh Albani rahimahullahu taala. Dhe thot me mëshirën e tij. Në disa hadithe tjera ka ardhur, fëmijët e mushrikëve janë shërbëtorët e banorëve të xhennetit. Fëmijët e mushrikëve janë shërbëtorët e banorëve të xhennetit. Ky është hadith autentik sahih, ndërsa hadithi tjetër besimtarët dhe fëmijët e tyre janë xhennet, ndërsa idhujtarët dhe fëmijët e tyre janë zjarr. Më pas pejgamberi sa lexoj, ne do t'i bashkojmë besimtarët e vërtet me ata pasardhës të tyre që i ndjekin në besim. Ky hadith është munker, nuk është i saktë. Hadithi i saktë është që fëmijët e pabesim mushrikëve janë shërbëtorët e xhennetlive. Me dini që Allah subhanahu wa taala ka mi bë fëmijë vegjël që janë shërbëtorë që i shërbejnë besimtarëve. Ditën e, domethënë xhennetet e Allahut subhanahu wa taala. Dhe për fund e kemi udhëtimi për të vizituar varret e pejgamberëve edhe njerëzve të mirë konsiderohet bidat në fe, që nuk e ka bërë askush nga sahabët e tabiinët, nuk ka urdhëruar për diçka të tillë. Profeti alayhis salam nuk e ka pëlqyer asnjë nga imamët e muslimanëve. Kush beson se ky është adhurim dhe vepron, ai ka kundërshtuar sunetin dhe konsenzusin e imamëve. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpëlbeft.